Viti i kaluar më dërgoi në një nga qytetet e ëndrave, mendimeve dhe që qëndronte në pjedestal të botës për mua, për jetën e aristokracisë, të princeshave, fustaneve të mëdha, muzikës klasike e kërcimeve prallore. Vjena, e vendosur përgjatë lumit Danub, është një nga qytetet më strategjik të Evropës qendrore, një nyj midis lindjes dhe perëndimit, gjë që ka ndikuar shumë, mendoj unë, në arkitekturën, gjuhën dhe kulturën e saj. Duket sikur ka marrë më të mirën e çdo qyteti evropian. Tani jam këtu, përballë pallateve që më dukej se ekzistonin vetëm në përrall. Ndalesa jone e parë është në Schönbrunn Palace. Schönbrunn nuk është thjesht një pallat, është një rrëfim i një epoke mbretërore. Ishte rezidenca verore e perandorisë Habsburge dhe të përfshin menjëherë me madhështinë dhe elegancën e saj, se çdo cep të duket si një skenë e një filmi historik. E ndjeva veten sikur për pak momente të isha pjesë e asaj bote që kisha imagjinuar kur isha e vogël. Ndalesa e radhës ishte Belvedere Palace. Pallati Belvedere më la pa fjalë, jo vetëm për bukurinë arkitekturore, por edhe për kopshtet e tij të pafundme dhe oborret e qeta e të gjelbërta, që janë një qetësim në mes të qytetit. Ky është një vend ku arti dhe natyra takohen në mënyrën më të bukur të mundshme. Dhe tani, për të shkëputur nga bota e përrallave, kalojmë në një nga sheshet më elegant të Vjenës, në Josefplatz dhe lagjen e Operës. Josefplatz është i rrethuar nga ndërtesa historike dhe statuja e perandorit Jozef II. Aty ndjen hijeshin e një qyteti që e ka ditur gjithmonë çfarë do të thotë klasë dhe dinjitet. Një moment ndalese për të vëzhguar karrocat me kuaj që sot shërbejnë si atraksion dhe sigurit për vizitorët që duan të ndjejnë dhe shohin një pjesës të historisë. Duke u relaksuar, e ndjeva veten si një spektatore nga një kohë tjetër. Duke ecur nëpër qytet, si për surprizë, kaluam pranë një stalle shumë katëshe kuaj. Bukuria e kuajve, mënyra si trajtoheshin me aq finesë, ishte një tjetër dimension i jetës mondane. Pasi pushuam pak, ishim gati për të shijuar një nga pikat më të dëgjuara dhe më të dashura për mua, për të parë nga afër vendin ku ka kaluar një pjesë të jetës së saj e famshmja, ajo që për mua personifikon të bukurën dhe jetën aristokratike të Vjenës, Elizabeta e Austrisë, ose siç njihet ndryshe, thjesht Sisi. Muzeu i Sisit brenda pallatit perandorak është i mbushur me histori të thella të jetës së saj dhe një miks emocionesh. Sisi është një figurë komplekse dhe e dashur për shumë njerëz. Ajo ka lënë pas kujtime të ndjeshme që ruhen me kujdes në çdo objekt aty, duke filluar nga sendet kujdesit për higjienën, trajtimeve të ndryshme, veshjeve të saj madhështore. Secila nga këto veshje ka një histori nga pas. Është e ideuar, dizenjuar dhe realizuar posaçërisht për evente të rëndësishme të jetës së saj perandorake dhe personale. Dhomat janë të pasura me detaje. Dhoma e ndënjes, e ngrënjes, dhoma ku ajo bëhej gati. Secila dhomë ka një detaj mahnitës të mënyrës se si ajo e ka jetuar jetën. Për shembull, gjatë kohës që ajo bëhej gati, studionte dhe përsëriste gjuhën hungareze. Një detaj shumë mahnitës për mua, pasi i ngjason podcasteve që ne dëgjojmë sot. Por ajo që vihet re dhe ndjehet kudo është historia e një gruaje, e cila ishte në krye të perandorisë më të fuqishme të kohës, perandorisë austro-hungareze, e me një jetë të zbukuruar me ar. Por në të gjithë këtë madhështi, ajo kërkonte veç diçka që s'mund ta blente as me gjithë arin e perandorisë, lirinë, një ndjesi trishtimi dhe madhështie që të shoqëron gjatë gjithë vizitës. Dhe sigurisht të bën të mendosh se jeta e vërtet është ndryshe, jo ajo që shfaqet në foto, evente apo momente specifike, ku çdo gjë është e kuruar e plot shkëlqim. Për të shkëputur nga historia e për të ndjerë nga afër realitetin e Vjenës, vendi ideal është Stephanplatz. Stephanplatz
është zemra e Vienës, e gjallë, historike dhe plot jetë. Një vend ku takohen bashkë moderniteti dhe e kaluara, e rrethuar nga dyqane, artistë rruge dhe kafene. Është pika ku ndalesh për të parë Vienën në lëvizje. Është vendi ku ndala për të marrë frymë, për të vëzhguar njerëzit në lëvizjet e tyre dhe për të kuptuar e qytetit, ritmin dhe pikërisht aty e ndjen se je pjesë e saj. Aty pranë ndodhet dhe katedralja me të njëjtin emër, katedralja e Shën Stefanit, e cila është një mrekulli gotike që ngrihet madhështore mbi qytetin, të lë pa frymë me detajet e arkitekturën e saj. Heshtja brenda saj është e rëndë dhe e shenjtë. Është një vend për të ndalur, për të menduar dhe për të ndjerë falënderim. Mëtej, sërish në rrugicat e qytetit, gjendemi përballë një pllakate me mbishkrimin Mozart's House, shtëpia e Mozartit. Wolfgang Amadeus Mozart, gjeniu i muzikës klasike, ashtu si se cilësojnë njohësit e kësaj fushe. Aty ndjen se frymëzimi është i përjetshëm dhe arti nuk vdes kurrë. Megjithse Mozartin e improvizuar e takuam pak më herët gjatë ditës në ndalesën e parë në pallatin e Schönbrunn. Tani do të bëj një përmbledhje të eksperiencës time në këtë qytet. Si e përjetova unë ndërveprimin me vendin dhe njerëzit, dhe çfarë kuptova mbi kulturën, përtej asaj që duket në pamje të parë. Që në momentin e parë në qytet, Viena më dha një ndjesi familiariteti. Ndjeva sikur nuk ishte hera ime e parë aty. Mendoj që më shoqëroi ky përjetim, kjo ndjesi familiariteti, pasi lidhet me gjuhën, arkitekturën, njohjen historike dhe gjeografike që unë kisha për Vienën, por edhe lidhja emocionale që në vogëli. Duke qenë si jam rritur duke parë vazhdimisht dokumentarë mbi qytetet në përgjithësi, jetën mondane, arkitekturën e qytetit, filmat me princesha e tjerë. Arkitektura në përgjithësi është e ngjashme me ato gjermane, me një dallim në syrin tim. Në Vjenë çdo gjë është më elegante dhe më me finesë. Gjuha dhe kultura. Gjuha më dha një ndjesi familiariteti, por rol në këtë luajnë njerëzit, ndërveprimi me të cilët e bën më të thjeshtë e më të këndshëm udhëtimin. E për habin time, aty ishin shumë të gatshëm për të ndihmuar, pa ju kërkuar, dhe të afroheshin nëse të shikonin në një situatë që është e dukshme që diçka po kërkon. Çmimet në tërësi mendoj janë të përafërta si ato në Evropë e në Gjermani, ndoshta me një diferencë të vogël nga Gjermania, më të larta në Vjenë. E për të mbyllur, dua të them që ky udhëtim më riktheu në ëndrat e fëmijërisë time, në botën e princeshave, artit dhe historisë. Edhe pse e lodhur nga intensiteti dhe aktiviteti, gjeta një qetësi në bukurinë dhe elegancën e këtij qyteti. Vjena do të mbetet gjithmonë një kujtim i ëmbël, një faqe nga një porrall që më në fund e përjetova vetë, dhe sigurisht kuptova që jeta e përditshme është përtej fustaneve të mëdha e pallateve madhështore.